Po, jo, sa I përket kësaj që tha profesori, unë mendoj që do të ishte shumë e damshme për lëvizjen vetëvendosje, po që se lista sërbe do të participante në formimin e qeverisë. Po pse të damshme ata drejt kanë në kuvend ose gash? Jo, për qeverinë e po thonim. Për qeverinë tjetër më qeveri, për atëherë ish damtu vetëvendosja dhe bjen që ma mirë është për vetëvendosjet, me të përjetësisht në opozitë, kur mos me pas qeveri, kuptimin qeveri të lëvizjes vetëvendosje, se sa me bo me listën sërbe dhe Albini nuk e bën këta kur. Sa I përket presidentit, unë menoj që secili ka të drejtë, edhe duhet faktikisht të drejtë parlamentin e Kosovës, dhe t'jena këtë votojnë për, kundër të absenojnë. Edhe në qeveri ka drejtë pjesëmarrje, se dhe ata e në deputet. Ata votojnë. Nuk po di pse pe donë formimin e qeverisë prej... Po, në regula, ata votojnë, ata mund me votu, po të kuptoj, mund me qenë numri 70, për shembull që votojnë qeverinë Kurti 4, mund me qenë edhe ma shumë. A e damton? Jo bërë nuk e damton se ata nuk kime damtu se të sunë nalë dorën atyne me votu. Jo me marë pjesë, të thotë ata mund me votu, aty që kishtë qenë ma e damshme po për në të rejtë vrejtjen për shkakos. Nëse kish pas lëvizja vetëvendosje, me koalicion me partitë të tjera, po themi 51 deputet. Edhe pastaj, nëse lista sërbe e voton edhe ta I kalën numri me 61 deputetve, kishtë qenë marrë katastrofë për lëvizjen vetëvendosje, po këtë rast nuk vjen situata. 20 sekonda e kam Mendoj që mund të ketë, mirë po krejt ndoshta edhe vjen krejt topit që me vendos vetë alianca. Që qëndrojnë aty pa jo, sepse deputet apo shumica e deputetve të LDK-s janë aty, do t'jenë aty numri prej 63 apo sa do t'jenë. Jo, në po thëmë ashtë rritë. Po, na nuk e dim ata qëndrojnë, asë qëndrojnë, me zjerë. Por ata lista sërbe ne të votojnë kundër, gjithmonë kundër. Jo, kanë me votojnë pro, nëse votojnë pro. E rëndësishme është veç me marë pjesë votim. Por president është me rëndësi, sepse po na thot Dibrani, me rëndësi veç me qenë aty, unë me qenë edhe kushtimisht ka ofendime si Po dhe që ingisht, por ne të votojnë kundër për çfarë që kushtetuta e përcakton pro. Po ata kanë drejtë me abstenu edhe për edhe pro. Do të kemi mundësinë pra se do të hapet kjo temë, do të kemi mundësinë po i kemi edhe një shtatet mira. Falenderoj shumë për kohën e që gjetët e do të vazhdojmë tutje.